ku dush merr analizoj. Lezoj këtë ajet kuranore, këtë hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundesh me armë një sentencë fetare ose me domethënie ose edhe me një rresht, i cili të thotë ty ta lëkun tauhidin. Tauhidi në fen Allahut është bot kuptim, jo kontradiktor. Do thotë sa herë që në një temë ekziston një kontradikt, hu bukuria e saj. Madje ndoshta edhe në një imazh, nëse ekziston një përplasje e pashpjegueshme ose jashtë normative e ngjyrave, do thotë përplasja nuk është bukuri. Ndërkaq te botkuptimi i tauhidit na e kena një domethënie që një këmbgulje, një siguri që ky botkuptim nuk ka aspekte kontradiktore për mëna vetvetes. Saktësisht. Thotë Allah subhanahu wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhull. Dini thotë se Allah nuk e ka një ortak në sundimin e vet, do thotë po Allah i ka kriju krejt, Allah është i plotfuqishëm, Allah është absoluti, Allah është një. Edhe i ka kriju krejt edhe i sundon. Mirë po, masi e ka kriju, masi e ka sundu, në këtë sundim nuk e ka bë dikë ortak me vetveten. Nuk e ka bë dikë ortak do thot me veten, thot walam yakun lahu waliyyun min adh-dhull, edhe nuk e ka një ndihmëtar ose një dikën të afërt që e ka nda me të bashk, do thot sundimin, e që e ka marrë nga bota e relativit. Keni vëmendje ti çka do të thonë. Na po insistoni që Zoti është një sepse është absolut dhe nuk ka shumësi të absolutit. Po sikur të kish shkon ky pohim fetar. Kish qenë ky botkuptim edhe ky pohim fetar, se nuk mundet me pas shumësi të absolute sepse do thotë përplasën. Po pastaj të kish ardhur një botkuptim tjetër përmena fejes që Zoti e ka dhënë shumë një profet edhe e ka bëu ortak. Ishin përplasur. Dhe Allahu ka thonë nuk e ka marrë kërkan nga bota e relativit. Sikur të ka dashur me të kallëzu, këdo menoje, që mundet më kanë ortak me Zotin, qysh mundet më kanë ortak me absolutin dikush që e ka preordhën për botës së relativit. Kështu që pjesë e bukurisë të fesë Allahut edhe kjo pjesa më e bukur edhe pafundme e fesë Allahut është që është fe që nuk bë ndesh me domethëniet e veta. Tauhidi është botkuptim që nuk përplaset me vetveten. Do thotë ku dush merr analizoj. Lezoj këtë ajet kuranore, këtë hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundesh me armë një sentencë fetare ose me domethënie ose edhe me një rresht, i cili të thotë ty ta lëkun tauhidin ose ta sjell madje edhe një domethënie të largët që mundet më përplas me ato domethëniet që do thotë sapo i përmenam, ku ka arsyeshmëria e tauhidit si bukuria e saj, po pastaj do thotë pamundshmëria e shumësisë absoluteve, sikurse edhe kjo që botkuptimi i tauhidit është botkuptim jo kontradiktor.